A kem problem më shumë me burra, me gra? Unë mendoj që më shumë kem problem me gra kohën e fundit. Wow. Zakonisht është trend burrat, do më thonë gratë me pas probleme me burra, po kohën e fundit kanë hinë trend edhe gratë, që kemi probleme në namë. Dhe kolegja ime Mirlinda Dresha, Mirlinda mirë se vjen. Mirë se gjeta, Ja ki problem më shumë me gra, me burra. Malla dyat ka pak, edhe ane edhe kënej. Unë, po, personalisht unë me gra ma problem kam. Vanet. Vanet për situatës, prej ndonjëherë me burra, ndonjëherë me gra, me shoqe, me shoqërime, gjitha aspektet. Po tash jehona kam dëgju prej shumë femrave të shkollume, të emancipume, femrat që kanë arrit shumë sukses në jetën e tyre, në karrierën e tyre, në punën e tyre, dhe po thuj se 95% thujnë që ato e kanë të vështirë me kënë shoqni me femra me femrë. Më shumë kanë shoqni me burra. Mos kjo farë gjelozia brenda llojit është më e madhe? Për një me është temë shumë e mirë për me u diskutu. Mësë me ko e mirë nësë të kisha pytë. Ja nisë. Ja nisë, dati, po më kalëzën mua është te me mira e keqe. Po lovlo që ka të pësën së mba nërvës, hajde. Qërë ideja është se këtu jena me një panel të barabartë që po më pëlqenë shumë, edhe si cili ka me pas mundësi me u shprej, edhe do zotit që edhe ata që jënë të na pa, me na u bashkan gjitë edhe me na dhonë ide. Për me diskutu tema sa më të ndryshme. Shpresoj që regjia s'na nin që po folëm. Jo, ata jënë gjithë sy e vesh, që jënë të na ndëgju. Unë kom pas fat që unë punoj me gjinin mashkullore. Ta është mujnë me mu gjujtë femnat, pse jo me neve. Edhe i kom përgjedh... I kom përgjedh rirac, ato i kom gjithmonë, i kom përgjedh shoqet, gjinin e bukur me pas shoqe. Edhe në punën private që e bëj edhe në muzikë, jam e rrethume me mashkuj. Kaloj shumë a letë me ta, po të njëjtën kohë kam edhe kolegën tem, që është këngëtare, kam shoqet të ngushtë ku kemi edhe koncerte bashkë, nuk kemi garë. Ju jeni pak ma të letë me ndoj. Mund me tho emnin kolegës lirisht. Po, Vesas Mëlicën e përshëndesim, nuk unë pas probleme, dheri sot kur me to. Jalla unë e bolë, sa rezateti veç të sharrim, po të s'ki probleme me Vesën, amo unë e kam. Jona po menon që përshamë ma shumë probleme ki me femra, apo me meshkuj? Unë thash këm pas fat që nuk këm pas bashkëpunime në punë, se jemi pak matërona. Se ti a pajtosh me... Pajtona plotësisht është konkurenca gjithmonë. Në punë. Edhe në punë, po edhe në jetë përditshme, ndoshta edhe veç një kafe me dalë me pi. Femnat e kanë atë shprehin që gjatë gjithë kohës se krahasojnë veten me shoqen që e kanë afër ose me shoqe tjera.